në komunikimet e partive, thuhet ka kuti të zezë për funksionar të BDI-s. Cilat janë këto kuti të zeza? Shta janë çështjet kulluareve, kuti e zezë. Kush është ai që e ka kutinë e zezë? Le ta hap nëse e ka, ç'ta them, janë çështje edhe të propagandës, edhe të shpifjeve, ato janë sende për cilat është kush si e ndjen veten. Unë nuk e di pse duhet Tala Xhaferi të llogarisë çfarë llogarie duhet mbaje subjekti nëse kam unë përgjegjësi personale për punën, për aktivitetin, për funksionet që kam bërë. Po ja, ideja është ta them direkt që BDI-ja ka pengje. Dhe duke pas pengje, fjala që e thot nuk e ka, ose fjalët që i thot se kanë peshën e duhur për shkak të historive të fshehta që mund të ekzistojnë jashtë, si kuti e zezë që përmenden e kështu. Partia nuk mund të ketë pengje, nëse individët kanë pengje, është çështje tjetër.